Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Irani nënshkruan një marrëveshje fillestare paqe që synon të japë fund luftës. Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një plan prej $300 miliardë për ndërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit për çështjen e programit bërthamor të Iranit, arsye kryesore deklaruar nga SBA për konfliktin, ende duhet të negociohet gjatë një periudhe 60 ditore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump firmosi marrëveshjen e mirëkuptimit me Francën gjatë samitit të G7-s. Ai mbrojti propozimin, duke thënë se do të shmangte një katastrofë ekonomike. Megjithatë, ai paralajmëroi se SBA do ta bombardonin ferrin Iranin nëse nuk do të dilte një marrëveshje përfundimtare. Nga Irani, marrëveshja u firmos nga presidenti Masoud Pezeshkian, kryetari i parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor Muhammad Bagher Ghalibaf u tha mediave shtetërore se mosbesimi i tij ndaj SBA-s mbeti dhe se gishti i Iranit është në këmbës. Nëse armiku nuk e kupton gjuhën e logjikës, ne do të hyjmë përsëri në gjuhën e fuqisë, i tha ai transmetuesit shtetëror Fars, raporton BBC. Presidenti francez Emmanuel Macron mirëpriti marrëveshjen e nënshkruar mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme në lindjen e mesme dhe stabilizimit të ekonomisë globale. Në një reagim të publikuar në platformën X, Macron shpërndau një video nga momenti kur presidenti amerikan Donald Trump firmos memorandumin e mirëkuptimit në pallatin e Versailles pas përfundimit të samitit të G7-s. Presidenti Trump nënshkroi në Versailles marrëveshjen mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje hap rrugën për një paqe të qëndrueshme dhe lejon rihapjen e ngushticës së Hormuzit, deklaroi Macron. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Parlamenti Evropian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Evropian Rio Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresi në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian mbeten thelbësore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij. Parlamenti Evropian miratoi raportin më të ri për Maqedoninë e Veriut, në të cilin evidentohet një sër mangësish që sipas eurodeputetëve vazhdojnë të ngadalsojnë procesin e integrimit të vendit. Raporti vë theks të veçantë tek mungesa e progresit në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Eurodeputetët shprehen shqetësim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë strukturore të institucioneve gjyqësore dhe mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. Parlamenti Evropian përsërit thirrjen për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por njëkohësisht thekson se mosmarrëveshjet bilaterale nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin e antarësimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali përshëndeti debatin në Parlamentin Evropian për raportin për Maqedoninë, duke vlerësuar se mesazhet e eurodeputetëve përfaqësojnë një konfirmim të fortë të perspektivës europiane të vendit. Para votimit në Parlamentin Evropian, kryeministri Mickoski u bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin amendamentet me të cilat protokollet bilaterale nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese të Bashkimit Evropian. Përveç raportit për Maqedoninë, eurodeputetët miratuan dhe raportet për Malin e Zi, Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.